Për mu, sjellja e ambasadës Majdani ka qenë shumë e matur, shumë e civilizuar. Ki pa dhe ti sigurisht edhe gjithë opinionet kanë pasaj, është përpjek gjithkohë ndërtoj ura komunikimi edhe me maqedonasit, i ka ftuar në zyrën e tij maqedon artist, intelektual, edhe politikan, do të thënë ndoshta edhe sportist, edhe pse kam pa. Me qëllim që tregohet se ne nuk fshihim diçka, por jemi transparent, dëshirojmë të bashkëpunojmë, dëshirojmë të jemi fqinjë të mirë. Po, kjo nuk thotë se ai nuk ka drejt të mbrojë shqiptar, sepse ka obligim edhe me kushtetutën e Shqipërisë, se ne jemi pjesë e popullit shqiptar. Vetë kjo tregon se është një manipulim, do të thënë me një për mua është tragjike, aq më tepër që partitë shqiptare në pushtet, partitë e Vlenit ose Vleni, e kanë udhëhequr ndoshta këtë iniciativë ose këtë denigrim të ambasadorit duke stigmatizuar se ky ban këtë, ky ban atë, që është turp.